Frok Çupi, me cilin kemi diskutuar momentet kryesore të kësaj seance të ditës së sotme, ka vjuar sërish të Rusmalis bashku në atë pyetje përgjigje, nuk e di se si do ta quanit, edhe me relatoren e çështjes Sonila Betja, duket se mesazhet vijnë të jenë thuajse të njëjta në kuadër të respektimit të kushtetueshmërisë. Thuajse të njëjtat, por me një atë çfarë po flasim, por me një rënje të, si thuash, të nivelit. Do me thënë, rënë e nivelit do thotë rënë e nivelit të rëndësisë së çështjes. Jemi në kushtet kur gjykata kushtetuese dhe antarët e gjykatës kushtetuese, pas fjalës më të globale të zotit Rusmali, unë kuptoj që ata janë kthyer detajeve që kanë në përdosje, të cilat nuk i kanë të qartë, nuk i kanë as shumë të qartë, ose kërkojnë patjetër, jo se nuk i kanë, si me thënë, se nuk i dinë, por sepse ndër njëri tjetrit, ndër tre grupet që ka vetë gjykata kushtetuese, ka konflikte të vlerësimit të këtyre akteve. Praktikisht unë këtë lexova nga fakti që e konsiderojnë president shkarkimin e kryetarit të gjykatës kryetarit të bashkisë së Kavajës. Ai është një vendim i fillesave të kësaj magjorance. Është një vendim i cili zoti Rusmali e tha me shumë saktësi, bazohet mbi një akt jo kushtetues. Do me thënë, në themel ka një akt jo kushtetues, siç është ligji për dekriminalizimin, i cili është një ligj i konsideruar jo kushtetues, madje është i konsideruar dhe nga vetë Komisioni i Venecias, dhe mbi atë vendim është shkarkuar një kryetar bashkie për arsye të pjesëmarrjes së tij në afera të papranueshme e tjera. Vim tek fakti sotëm, kur shkarkimi i zotit Veliaj është kryer mbi bazën e vendimit përfundimtar të qeverisë shqiptare. Qeveria është e legjitime, qeveria është kushtetuese, qeveria është dalë nga zgjedhjet nga si thuash nga vullneti i sovranit dhe ka gjithë fuqishmërinë për të pasur të drejtë për të shkarkuar ose për të kryer akte që i takojnë brenda kompetencave të veta. Ky ishte njëri prej duhet të them një gjë që çfarë është gjykata kushtetuese, dhe kjo na e sjell edhe një herë, është tjetër gjë rola gjykatë kushtetuese, të cilën të gjithë njerëzit qëndrojnë dhe e venerojnë, dhe është tjetër gjë produkti i gjykatës kushtetuese. Produkti i gjykatës kushtetuese, kur le për të dëshiruar, je i detyruar të bësh analizë pse ndodh. Në gjykatën tonë kushtetuese, e cila me vujtjet e veta, padyshim, ka ardhur qalë, ka pak nga pak, dhe më në fund është bërë me 9 antarë. Por në përgjithë koridoret, jo koridoret fizike, por në gjithë hapësirat e gjykatës kushtetuese, edhe të produktit gjykatës kushtetuese, frynë influenca politike. Frynë influenca politike për shkak se është ndërtuar mbi 3-4 ustallarë, si thuash. Të gjithë thuaj se janë politikë. Dhe kanë delegatët e tyre. Këta janë më shumë delegatë të forcave politike, se sa janë antarë gjykatës kushtetuese. Mos harrojmë modelet, dhe nëse duan të marrin modele, mos harrojmë modelet të paktën të gjykatës kushtetuese, të gjykatës supreme në Itali e tjerë, ku nuk ka influenca të tilla. Dhe aq më shumë pastaj, me sa dihet, gjykata jonë kushtetuese është e përbërë jo nga jurist. Është një grop shumë e madhe. Domethënë nuk është e përbërë nga magjistrat. Vetëm një pakicë të tyre, minimum i këtyre njerëzve, ka titullin e magjistratit, të tjerë janë avokat, janë noter, domethënë janë jashtë këtij procesit
procesi kushtetues për formimin e gjykatës kushtetuese. Zoti Çupi, për të gjithë qëndrimit që mbajti këshilltari i presidentit për cilën e folëm, kanë qenë edhe personat e tjerë dhe ato momentet më kryesore, highlightset, nëse mund t'i quajmë kështu përgjatë kësaj seance, dhe unë dua që së bashku të komentojmë edhe qëndrimin që pati kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, me të gjithë 9 minutat, fjalën dhe mesazhet. Çfarë ju bëri më shumë përshtypje? Para gjitha, para se ta dëgjoj, përshtypja e para është se tek zoti Veliaj gjithçka falet. Për arsye se është kërkues e një të drejtë që mendon se i përket, për arsye shumë të rëndësishme se do më thënë është një njeri i vendosur për mendimin tim në mënyrë jo proporcionale prapa hekurave, pa një akuzë të qartë dhe një periudhë kur ishte në kohën kur duhet të funksiononte si kryetar bashkie, dhe për arsye se mbrapa hekurave është një psikologji tjetër, është një psikologji shumë e rënduar. Dhe të paktën ata që e kanë studiuar këtë psikologji, e gjithë pamja që ke përpara me në ngjyra të tjera, dhe ndërkohë e gjithë jeta të duket një prallë. Kjo është efekti psikologjik që ushtrohet mbi jo nga dikush, po nga vetë fakti që je izoluar. Je izoluar. Kështu që në këtë rrethana po ta marrim pastaj drejt për drejt fjalimin e zotit Veliaj. E nuk po t'isha këshilltari i tij nuk do t'ja lejoja ta thoshte, për arsye se ishte shumë melankolik, ishte shumë politik, ishte shumë emocional në fillim. I referoi, si dhe Saliu i referoi Kolumbisë, i referoi personazheve të romaneve, të personazheve të librave, që s'doja dëshiroja kurse si. Ai ishte në një proces gjyqësor, dhe është në një proces gjyqësor ku mundësisht mos flas, dhe është një proces gjyqësor që edhe nëse flet, mundësisht të thotë 3 fjalë. Jo, po, rruga e tij ka qenë e qartë, edhe për faktin se jemi deri këtu sot, sigurisht, jo për të mos kërkuar të drejtën që pretendon që ndoshta e ka, edhe ne nuk mund ta paragjykojmë kurse si, po të një ndarje politike, edhe qëndrimi politik është shumë i qartë. Rrugës ka ardhur duket që se ka një qëndrim politik, edhe padyshim që ka një qëndrim politik, përderisa vendimet janë politike. Vendimi i qeverisë është vendim politik. S'ka se si tjetë ndryshe. Vendimi i këshilltarëve të bashkisë është vendim politik, dhe s'ka si tjetë ndryshe. Po kemi folur për një mirë kuptim politik brenda forcës Shtëpia Deron edhe kryetari i bashkisë për të ecur përpara me punët e Bashkisë Tiranës dhe gjithçka tjetër, me thënë sqarimit të pozicionit të tij juridik, ndryshe nga nevoja për të patur në punë kryetarin e Bashkisë Tiranës. Patyshim, gjithkohës majoranca e ka kërkuar këtë gjë, qeveria ka kërkuar këtë gjë që ta ketë prezent në punë. Madje nëse e shikojmë pak në mënyrën si e shikojmë ne, qeveria është ndjerë e lodhur me Tiranën për arsye se nisën të rridhnin punët. Tirana humbi shkëlqimin, Tirana humbi deri diku pasërtin, Tirana humbi prezencën e bashkisë, dhe kjo është, si thuash, e mirë njohur, ose e para njohur, kur ndodhin gjërat të tilla. Ndërsa raporti me mbrojtjen e drejtës si zotit Veliaj do të ishte shumë produktive mbrojtja prej themelit, prej fillimit. Do me thënë, zoti Veliaj duhet i kushtoj vëmendje dhe gjithë peshën e mendimit, dhe gjithë peshën e kujtesës, dhe gjithë peshën e argumentit, t'ja kushtoj asaj çfarë duhet përballet me akuzën. Dhe akuza është, këtu kemi të bëjmë, pastaj akuza është juridike, akuza është ligjore. Sigurisht. Edhe në këtë pikë, mesazhet që ai dha sot, çfarë ju bëri më së shumti përshtypje? Në raport me mesazhin juridik, si thosh, mesazhin ligjor, kuptova se zoti Veliaj ndoshta me drejt ose ndoshta me dobi ka hequr dorë nga raportet e acaruara me prokurorët, dhe ka hequr dorë
nga detajet që e ndan her pas here ku realisht publiku edhe kur i burgoset mbreti, nuk është më aq i interesuar për të njohur detajet se si ka ardhur, si ka shkuar, si ka vajtur. Por me këtë rast duhet të presim vendimin e gjykatës. Ky është thelbësor për zotin Veliaj. Dhe unë shpresoj që ai të jetë një vendim shumë i drejtë, shumë i arsyeshëm dhe mundësisht zoti Veliaj të shfaqet përsëri mes nesh, nëse shfaqet i pafajshëm, karriera e tij politike, sociale, kulturore është e pacënueshme, sepse jetojmë në demokraci dhe jetojmë në botën e vlerave. Në të gjithë qëndrimin që ai ka mbajtur që nga momenti i burgosjes edhe deri më sot, ka një moment që ju mendoni se do duhet ishte bërë ndryshe, më mirë apo jo? Kjo është personale. Realisht është personale dhe sot ne pam një gjë që shiko, e gjitha padia që ka zoti Veliaj në gjykatën kushtetuese është një padi personale, nuk është në institucionet. Dhe sot po gjykohet, ishte si thash, njeriu që kishte ngritur çështjen ishte një person, ishte një individ. E kjo prandaj po them që është personale, është për shkak aq sa kulturë juridike ose kulturë përgjithshme, aq sa rezistencë ka. E keni pritur ju, zoti Çupi, që kjo çështje do të shkonte kështu? Po flas nga momenti i arrestimit deri më sot. Nga momenti i arrestimit deri më sot, për të qenë sinqert, kam pritur që zoti Veliaj si një njeri punëtor dhe i deri diku kokulur, të mos bëhesh si të tjerët. Do të mos bëhesh si pararësi i tij Arben Ahmeti që shpresoj të mos jetë pararës. Të mos kërkonte motive politike tek një argument juridik. Të mos tentonte të mbrojë tek mjetet që nuk të mbrojnë. Dhe të ishte racional në gjithë rrugën e tij, në fund duke pranuar vojtjen, sepse nuk ka drejtësi pa vojtje. Qoftë edhe njeriu që gabon, ose që më bën faj, qoftë edhe njeriu që është i pafajshëm, por do të kalojë një vojtje. Të kalojë një vojtje për gjetur të drejtën, por vojtja nuk ka hije, nuk ka lezet me politizimin e saj. Tani, kur ju pyeta nëse ju e prisnit që gjitha kjo do të shkonte kështu, keni një parashikim ose nuhatje të mundshme kur do të përfundojë çështja e zotit Veliaj dhe nuk flas këtu vetëm për aspektin ligjor? Për aspektin ligjor, sigurisht që aso nuk mund të thoja se kur dhe si mund të përfundoj. Por më vjen keq të them një gjë që më duket se është më e vërteta dhe pse është e hidhur. Sot zoti Veliaj ka ardhur në gjykatën kushtetuese për të fituar atë që kishte. Do të thënë, e gjithë efekti i kësaj është që sot jemi aty ku ishim dje. Dhe nesër do jemi aty ku ishim po dje. Do të thënë, asgjë nuk ndryshon në raport me të drejtën individuale të zotit. Lexoni ju akoma shpresa tek Veliaj për të marrë sërish ndoshta pozicionin që ka patur, apo duket sikur vëmendja kryesore tani e tij është tek procesi gjyqësor në ngarkim të tij? Shiko, kjo është një pyetje që realisht bëhet mirë që bëhet, sepse njerëzit dhe mendojnë këtë gjë. Nuk ndodh kjo. Kjo nuk ndodh. Është njësoj siç ndodh ose siç nuk ndodh kur me kohën. Koha dhe vdekja nuk kthehen më. Ti mund të kesh mall sa të duash, mund të kesh nostalgjinë tënde, mund të kesh një femini se kushdo e ka të bukur. Ajo nuk kthehet më. Është taksativa, e ka vendosur ai Zoti i lartë. Ashtu siç nuk kthehet vdekja. Do të thotë që edhe këto janë disa punë ku individi ndodhet përpara një kështjelle shumë të madhe, përpara asaj që tham të pabëshmes, dhe kjo nuk ndodh. Zoti Veliaj mund të kthehet si presidenti i Republikës, mund të kthehet si
eurodeputet mund të kthehet si nuk ndalon, nuk mund ndalohet përveç se në mënyrë ligjore, nuk mund ndalohet karriera politike, por nuk mund bëhet më kryetari i bashkisë. Në fakt, seanca e ditës së sotme, cila vijon edhe është e vështirë të parashikohet se kur mund të përfundojë, do pritet t'jap zgjidhje sigurisht padis që ka patur Veliaj për shkarkimin e tij, po ne domosdoshmërisht e kemi lidhur edhe me pezullimin e mandatit në 1/6 e tij vetëm për Bashkinë e Tiranës edhe sigurisht për bërjen dhe mbajtjen e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Për 5 bashkitë të tjera jemi të qartë, prisni ju që të kemi zhvillime edhe në këtë drejtim në përfundim të kësaj seance? Dhe kemi folur dhe që përqysh për fillimit së bashku dhe kam pritur dhe vazhdoj të jem në të njëjtat pozita se dekreti i presidentit nuk mund të rrëzohet nga gjykata kushtetuese dhe nga asnjë gjykatë tjetër. Nëse rrëzohet dekreti i presidentit, do të thotë rrëzohet presidenca dhe të rrëzohet Republika Parlamentare, ku ka parlament, ka dhe një president që del prej Republikës prej parlamentit. Për të mos bërë shumë teori, kjo gjë nuk ka një zgjidhje më. Sigurisht, vetmja zgjidhje është nëse gjykata kushtetuese do të ishte tërhequr dhe do kishte thënë nuk e anulloi dekretin e presidentit. Dhe me akte të tjera normative mund të ishin përmirësuar afatet e zgjedhjeve, por edhe këto do ishin, siç kemi thënë, do ishin prapë një artific në ndërtimin e një akti normativ ose të një ligji. Jemi para një krize të shkaktuar me pakujdesi, kam përshtypjen, me pakujdesi dhe me nxitimin për të realizuar një spektakël që do t'i duhej gjykatës kushtetuese për të thënë jam këtu. Zoti Çupi, ne do të jemi së bashku në këtë moment me një zhvillim të minutës së fundit. Bëhet fjalë për një lajm të rëndë. Ka ndëruar jetë pas një qëndrimi 1 mujor në spital ish kryeministri i vendit Fatos Nano. Janë problemet e rënduara shëndetësore që bën që ai të futej në një intubim prej gati 2 javësh, ndërsa fatkeqësisht pak çaste më parë është dhënë edhe lajmi për ndarjen e tij nga jeta. Do doja patjetër zoti Çupi që në këto minuta të fundit kemi edhe një koment së bashku për një figurë kaq të rëndësishme, siç ka qenë ish kryeministri Fatos Nano. Çfarë mund të themi në këto minuta të para për te ngushëllimeve familjes që vijnë patjetër nga stafi i ABC News edhe nga ju? Është një lajm që do të donim ta kishim. Fatos Nano është një shërbëtor i madh i këtij vendi. Është një model i politikës kundër akteve të antinjerëzore. Janë të kuptueshme edhe emocionet. Unë duaj që në këto momente të them se ka patur një reagim edhe kryeministri Edi Rama, ka shpërndarë një foto të tij në rrjetin e tij social, duke thonë lam të mirë kryetar, për të fituar kështu edhe këto minutat fundit momentet e duhura edhe minutat e duhura për emocionalitetin që ka patjetër ndarja nga jeta e një njeriu dhe sidomos kur ai ka patur kontributet veçanta siç është rasti i zotit Nano. Zoti Nano kishte kontributin e madh që praktikisht është në themel të kësaj që po ndodh në Shqipëri sot dhe këtij zhvillimi që ndodh në Shqipëri. Shqipëria është ndarë nga politika e dhunës, domethënë ose si thuash nga regjimi i dhunës që erdhi menjëherë post regjimit politik, dhe është ndarë duke sakrifikuar, duke rënduar mbi gjithçka mbi Fatos Nanon si kryeminist dhe kryetari i Partisë Socialiste. Ai e ktheu Partinë Socialiste dha një kontribut shumë të madh për ta kthyer në një parti europianiste, dha një kontribut shumë të madh për ta kthyer shtetin në një ombrellë të individëve dhe për të eliminuar minimin e vendit që kishte shkaktuar Partia Demokratike me Sali Berishën në udhëheqje. Shtroi rrugën për të ardhur dhe pa rrugën e Fatos Nanos sot Shqipëria s'do të ishte në nivele moderne, me një politik konversacioni, në një politik marrëveshjesh, në një politik zhvillimi, në një politik... Ka që një gur themel i rëndësishëm.
ishte gjithë shka me mënyrën e ti, a i vendosi paqen mes njerëzve dhe mes politikanëve. Si do ta kujtoni ju? Unë kisha një misi vërtet, si thush, substanciale me të, edhe, si thush, e kujtoj si qishte, e kujtoj të gjallë. Po, e di që keni vështirësitë tuaja sigurisht për të përcjellë edhe përjetimet personale për shkak se thimbja në tilla raste bëhet edhe më e madhe kur eksperjenca personale përfshihet, kujtimet dhe gjithçka tjetër, po duaj që të ndajmë ndoshta edhe disa nga momentet kryesore që ju mund të kujtoni nga i gjithë rrugtimi i tij. Momentet sigurisht janë shumë. Fatosnano ishte elegant në kuptimin social para se sa të nisnin proceset demokratike në Shqipëri. A ishte një rebel, edhe pse ishte në radhët e familjeve të njohura komuniste, ishte një rebel antikomunist. Fatosnano ishte një, dëmëna jo çfarë vërehet, është se Fatosnano ishte një martir. Sa po hynë në vitet e demokracisë, atë burgosën dhe burgosja e tij nga Këshilli i Evropës dhe gjithë institucionet jo vetëm politike, por dhe humane të Evropës e konsideruan të burgosur politik. Mbajmë në marrëdhënien e tij, sigurisht me letra nga koha që ishte në burg dhe stoicizmin e tij për të rezistuar asaj dhunë dhe atij regjimit makabër që ka kaluar Shqipëria, sidomos sistemi i burgjeve. Kam parasysh periudhën e... Është një nga ato ish kryeministra që ka patur jetë vështirë pra në karrierën e tij politike, ka patur sakrificat mëdha që arrin edhe në aspektin personal. Po mendoni vetëm një gjë, mendoni vetëm 4 vite burg në burgjet e Sali Berishës, domethënë në burgjet e Pol Potit do të ishte 1000 herë më i qetë. Mendo provokimet e tij në burgun e Bençës së Tepelenës, mendoni gjërat që nuk thuan tentativat ndaj tij, mendoni një gjë, vetëm një gjë që Fatosnanos i than në emër të presidentit të Republikës, qelsat e burgut i hodhen në Vjos. Domethënë, mendoni një njeri që ju pren shpresat se do dalë ndonjëherë nga burgu. Do dilte i vdekur. Domethënë ishte i tëri ishte ndërtuar në mënyrë të tillë e gjithë procesi që ai të mos dilte i gjallë. Ndodhi çfarë ndodhi me vitin 97, i cili që siç thon shumë i zi, por për disa kambana që dhe një vit që zgjoi dërgjegjen e njerëzve për thënë, ore, ku jeni, çfarë bëni? Njerëz, thoshte ai gazetari i famshëm, jini vigjilent. Unë ju falenderoj shumë zotë Çupi. Faleminderit që ishit me mua për gjithë analizën që ndahet fillimisht me ne për zhvillimet e ditës së sotme, por patjetër edhe për këtë lajm të fundit, edhe për gjithë emocionalitetin në një lloj mënyre që përcollët. Faleminderit edhe një herë. Edhe ju, faleminderit. Mirë, unë dua që t'ju falenderoj dhe gjithve për vëmendjen. Këtu përfundon ky transmetimi drejt për drejt. Ju mos u largoni nga BC News, pas pak do t'jeni me Habi Hoxhën me News Hour. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.